politikë si politika në le fukara, tregovu shikuesve për duan e ndërmjetësimit. Se këta nuk e din këtë duan e ndërmjetësimit. Ja waliyan inda Allah, ishfa lana inda Allah, ja waliyan inda Allah. Vëtash me këtë duan, apo? Kjo duaja e ndërmjetësimit I lexohet çdo të ejte, dhe aty përmenden njerëzit më të mirë të rruzullit toksor, aty pra përmendet profeti Muhammed, po po gati. Kreti ki 14 masumet. Në fenë islame janë personalitetet e njohtura, numër 1 është profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta familjen e tij. Mandej është bia e tij Hazreti Fatimja dhe 12 imamët. A mund të lutemi shqip me këtë lutje si kishte emrin, e kam harru, ma bën hallat. Tevesul. E shqip, a mund çish me u lut shqip me këtë lutje? Shiko, lutja na nuk I lutemi këtyve, se Allah është për mu lut, mirë po përmendim 14 masumet. Janë 14 personat më të dashur të Allahut. Pra, numër 1 profeti Muhammed, Hazreti Fatime tu Zahra, Imam Aliu, Imam Hasani dhe Huseini. Këta janë 5 ehli bejti, pra 3 imam. Edhe 9 tjerë, pra janë 9 imamët tjerë, edhe 3 imam që janë brenda ehli bejtit, janë gjithsej 12 imamët, prijesit. E për imamët na ka fol edhe Kurani, edhe ehli bejti, edhe profeti Muhammed. Prandaj, kjo vesile të wasul është një lidhje. Ma konkretisht, për shembull, ajo rryma ku prodhohet rryma që I thojnë atje centrala e rrymës ku prodhohet, prej centralës në çdo lagje vihet nga një trafo. E prej trafos na shkojnë ato telat, edhe vjen te vesuli vjen, lidhja vjen që tu në dhomën time edhe jep dritë. Që do me thonë, te vesuli na nuk I lutemi pejgamberit, po I lutemi, themi, ja e Abdillah, ja ibni Rasulillah, o biri, për shembull, o e Abdullah, o baba I Abdullahut, e ka qëllimin për Imam Huseinin. Ma përpara është për ja Fatime tu Zahra, ja binti Rasulillah. Pra, na I qojmë vetëm, I qojmë selam. A di sa njeri thjesht jam. Ma baba Hazreti Huseinit Hasanit nuk është Abdullahi baba. Po e ba Abdillah. Do me thënë, një djali e ka pas emrin Abdullah. Një djali Imam Huseinit, për që ato në Arabt I thënë, o baba I Ahmetit, o baba I filanit, o baba I fistekit, o konë respekt. Me më thënë, muaj nona e zehrës. A për kupton? Jo me emër, se me ma përmend një mashkull mu emrin, nuk e njofin civilizim, kultur. Po kultur e njoftin që oj nona e zehrës, është respekt I madh. Prandaj po thon, ja binti Rasulillah, vjen krejt është komplet është selam. Nuk thot oj Fatime unë ty të lutem. Jo. Pra. A shqip qish me bo, a mund me praktiku edhe shqipne? Po brish edhe shqip mundesh me praktiku, s'di ku e kam librin këtu momentalisht, ama shumë kollaj është. Shumë kollaj, mundesh me kërku në ChatGPT, I thush aty të lutem, ma jep duaja të vesul, po e kemi edhe këtu në internet. Internet e kemi duajën të vesul. Pra, në gjuhën shqipe, e kje albeshia.com duket.
veç shkruaje tevesul, edhe del teksti dikun, duaja tevesul. Duket se e ka shoqata Fladi. Lypja atyve ta çon linkun. E qështu, ajo është pra një lidhje, si kur une për shembull ti e ki Albin Kurtin daj. Edhe une jam mëkatare, jam gjinaqare, nuk kam aftësi që është noja mirë, po thëmë, o filan, o ollë të tovat, lutëm shkobe, thuj që ati dajes tëndë, e ta shtyn pak që të punën, se ku me të ngusht. Që kjo pra është lidhje, pra njerëzit nuk i lutën njeriut. Edhe na ku shkojmë të varri pejgamberit, na nuk i lutemi pejgamberit si në vend Zotit, Zotin na ruaj. Po e themi, ja Resulallah, ku ardhë të ti, ja Resulallah, që sa kilometra largë për Kosovës ku ardhë, ja Resulallah, të lutëm, bën shefat për mu, ja Allah, lutë Zotin, ja Resulallah, e tjera. Kjo pra është të vesu, e pse ju luteni varrezave, jo, gabime ki, na nuk, Albani nuk lutemi varrezave, unë e kom qenë edhe... E ki festimin, e ki këto që ka shonë, se më nervozej. S'ka bre dhe, s'ka me mos pini, që ja baj blok festimit, shko të nëna jote be vlla, hajde. Shko aty të nëna jote thuj, nënës tënde pse s'm ke eduku. Pra edhe të varrezat e Adem Jasharit, mos kesh finishing. Na shkojmë aty edhe unë e kom këndu Jasin, edhe bëj bised me ta, i thom, o i nderuari, o baca Adem Jashari, ti e ke dhënë familjen, ti e ke dhënë jetën, tjera. Na po mundohemi me rujt Kosovën, me nder, me dignitet, me vlera, me patriotizëm, po, inshallah ti je razi, o Adem, o baca Adem, ti nuk e vdek, ti je gjallë, prandaj lutë Zotin për neve që të na merren bara, e tjera. Edhe kjo, kur kom shku te profeti Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, 1995, të një më kanë qabe, shqyra atër që më kanë 3.000 euro, se tash kisha pas mundësi, 8.000 euro, edhe kum fol me profetin Muhammed, vari ka qenë shumë lartë, kum fol me ta, ja Resulallah, ma bën halal, se ti e ke dhënë familjen, ti e ke dhënë jetën, ti e ke dhënë shpirtin tënd për fenë e Allahit. Ndoshta unë s'po mundi me vepru si ti, po unë ty të kam shembull jetës teme. O Allah, të lutem forcomin kamët e mia në rrugën tënde. O Allah, ma jep mençurin që ta përhapi fjalën e profetit Muhammed, e tjera. Pra, i nderuar Alban, nuk lutët kërkush varrezave së është budal një lutë, sepse në atë moment kur i lutësh varrit, ti ke bo shirk. Ndërkaq, dietarët, si kurse Ebu Hanifja që është në Bagdad, edhe aje ka varrin e vete ka njësoj si Imam Hysenit, që është Ebu Hanifja, është Hanefi, themelusi mezhebit Hanefi Sunni, edhe aje ka varrin njësoj me qëto si rumbullaka, kështu që janë si topat vogla të Imam Hysenit, edhe ta i kam shku, edhe aty i kam qu selam, e tjera, po kërkush nuk i lutët njeriut, po ata nuk vdesin, shahidat nuk vdesin, evliat nuk vdesin, e tjera. Mirë se na erdhe senat. Misë gjithë, selamu alaikum. Aleikum selam. Më interesën një punë, në fillim si keni thonë, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa ashhadu anna Aliun Veliullah. Aliun Veliullah, ajo është ekstra. Ashhadu anna Ebu Bekër Siddiqi, mundesh me thonë. Ka në dushti, për shembull, e thush. Ashhadu anna Omerul Faruqin. Ç'është? Ajo e një, ama la ilaha illallah është një. Muhammed Rasulullah është formula e dëshmisë, a këto tjerat veç ja shton prej dashnisë. A kam drejt une, mëse e thëmë shahaditin, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, e me thonë, me herë, wa ashhadu anna Abu Bakr Siddiq. Po, veç jo namaz.
Namaz jo, as Alijen Veliullah. Me thonë namaz, a din të shëhud, ku bohet e të hijatu lillahi ve salavatu. A din? As ato nuk guxon me thonë. A në ezan, a gëzon me bo në ezan? Kër e t'hinë Në zonë, shiko, e zoni disa herë ka ndryshu. Numër një ka ndryshu në kohën e Omerit. Khalifja Omeri, kur e ka zonë gjumi, e ka arë shërptori, ka thonë, Omer, ngritu thotë se, as-salatu khajrum minen naum. Namazi është maj mirë se sa gjumi, këto e ka qitë Omeri, nuk e ka qitë pejgamberi. Do me thonë qitë fjalin. Edhe e ka marrë prej shërptorit vetë, që i ka thonë qumër Omer fale namazin. Mandej, Omeri e ka hekat fjallën hajala, jo, khajri lamel, hajala, khajri lamel. Edhe këtë fjalia e ka hek Omeri. Të kuptohemi. Edhe këtu nuk ka pas, deri në kohën e Omerit nuk ka pas Alijen Veliullah. Po kur kanë shku luftën e Sifinit, 20 vjet mas profetit, Muavija me Aliun, kur erdhi Aliu u bo khalife, Muavija me Aliun hynën këtë luftën 3 muaj ditë, ranë 45.000 veta, vdiqën prej anës Muavis, nuk ranë shahida, se kanë luftu Alin, dhe 25.000 ranë shahid prej anës Aliut. Gjithse, për një luft, Arabët kanë bo 70.000 veta janë mytë në betej, për 3 muaj ditë. 45.000 prej Muavis, 25.000 prej Alis. Dhe Muavija qëtë shumë ka pas mediat e asaj kohë, mediat sot janë ndryshe, kush ka qenë në borrin e ti, qëtë shumë ka bo antipropagandaj kundër Imam Aliut, sa që njerëzit kanë fillu me urrejt Imam Aliun. S'kanë guxu me fol, në për hutbe e kanë shajt. Deri sa ka ardhë Omer Abdulazizi, një mas Jezidit ka ardhë, ma vonë ka qenë Umajat e me vitaj ka qenë. Mas Jezidit. Deri sa ka ardhë aj, edhe e ka thonë bolma, s'keni me shajt Aliun. E qka kanë bo këta pasusit e Alis? Jo në Damask, ku o kanë Muaviju, se i kishku koka ati muezinit. Qka kanë bo pasusit e Imam Aliut? Ata prej trishtimit madh që qatë shumë e kanë shajt Aliun, ata kanë thonë, ne zonë e kanë fut. Si kurse Omeri që i ka hek e ka lujt me ta qka ka dasht, këta nuk e kanë hek shijat pasusit e ehli betit, shijatul Ali, nuk e kanë hek fjallën që e ka hek Omeri, ka qenë kjo hajala khajri lamel, se njerëzit e kanë lënë punën, kanë shku namaz, Omeri ka thënë heqën e këtë fjallë, e kanë hek, këshurne mësëm besoni mu, ju lutëm, mësëm besoni mu, këshurne në për libra ka doni shumë faleminderit vllai nderuar. Pra, Omeri e ka hek fjallën e janë në punë të mirë, atë Imam Alia ka thënë jo, këta e kalon pejgamberi edhe deri në fund të jetës, kemi me thonë, dhe të e zoni shijave, vetëm është shtu fjala, ashhadu anna Aliyan waliullah, mas, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Aliyan waliullah. Kjo është shtu, po kush gjë nuk është hek. Besoj se e keni të qartë. A Omeri ka hek e ka shtu, çka ka dasht ka bo? Shembull, nëse unë nuk e pranoj Aliun Veliullah dhe vdes, ajo sikur besimtar, është Allah i kënaqur me mua dhe pejgamberi alayhis salam ajo. Nëse nuk e ke ditë, ti ki me u numru. Me qedim, gjithashtu unë thëmë nuk thëmë Aliun Veliullah dhe nesër vdes ose sot,
është Allah i kënaqur me mua dhe pejgamberi, a jo prej besimtarëve ajo. Po, shiko, nëse nuk e ke ditë këtë hadith të profetit Muhammed, që po ja lexoj, merreni shënoni. Në Sahihul Muslim e ki libri 20, kjo video do të del në TikTok, në YouTube. Pra, nëse nuk e ke ditë këtë hadithin e profetit, amaneti profetit, atër ti shkon si besimtar, se ke besu kryesore la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Por ama, nëse e ke dit, edhe nuk e ke zbatu, prej sotit ti shkon si pa besimtar. Që shiko? Kush vdes pa e njoft imamin e kohës së ti, do të vdes një vdekje si në gjahiljet, në kohën e ignorancës, do me thënë para se me ardhë islami. Ky hadith është i përcjellur. Më falni, duhet ta lexoj sepse do ta shkpuz. Sahihul Muslim, libri 20, Kitabul El Imama, hadithi numër 1851. Musnad Ahmed ibn Hanbelit, shumë i vërtet. Vëllimi 4, faqe 96 dhe 97. Sunanu en-Nisa, libri i udhëhecëve, Kitabul Hadithi 4020, dhe në Sahihul Buhari nuk është përmend. Pra, Kitabu el-Fitne. Këtu e tregon, do me thënë, kjo prej Sahihul Buhariut, ky hadith nuk është përmend. Mirë po, mjaft ka, Sahihul Muslimi, Musnedi Ahmedit, Sunan en-Nisa. Pra, kush vdes pa e njoft imamin e kohës, ka vdek si mos besimtar. Surja 4, ajeti 59. Atiullahe, wa atiur Rasul, wa ulil amri minkum. Bindjuni Allahut, bindjuni profetit dhe bindjuni atyre që ju japin urdhra. Pas vdekjes profetit, a ka pas njeri ma perfekt se sa Imam Aliu, ndash me dituni, ndash me devotshmëri, ndash me të gjithë. Pra, mas profetit, etiur Rasul, wa ulil emri minkum, bindjuni atyre që ju japin urdhrave. Une i bindem Imam Aliut, i bindem. E kuptova mirë këtë hadith, do me thonë nëse une, ose nëse një njeri nuk ja ka jep bejatin Imam Aliut, a.s. ose njëni prej khalife, dhe i ka vdek, është pa besimtar, apo? Nëse nuk ka pas, shiko, aq sa ju ka ardhë fjala e Zotit, fjala e profetit, aq keni me dhonë përgjithësi të Allahu. Nëse me një gjungëll, nuk i ka ardhë, me një fshat atje në Kuks, në Malok, nuk i ka ardhë fjala e Zotit, Kurani nuk i ka ardhë, hadithi nuk i ka ardhë, se hadithet janë 60-70% vërteta, dhe ato qësh ka me shti Zotit në xhehenem, kur ajo i ka besu Zotit mënyrën e vetë. Pra, ajo është besimtar. Çdo kush që sa ka njohuri, pa i natosje, ai qofse ki njohuri për këtë hadith që është i vërtet, që ta dhash me argumente, prej sot, ti nuk e beson Alijen Veliullah, më falë vëlla, unë nuk jam gjykuse, po unë jam vetëm predikuse e vogël, qaq sa kam pak djeni, atër ti që kjo moment, që kjo orë, 23:58 minuta e datës sa jemi sot, 2026, ti që kjo kamera nuk ka hiqë rëndësi, sa ka kamera e Allahut, sa ka libri i Allahut. Etiullahe dhe etiu Rasul, wa ulil emri minkum. Edhe kjo është burimi sunit, nuk është burimi shijave. Unë jam studiuse, jam muslimane e pasoj e hlibetin. Suni shia për mu janë 2 drejtime, elhamdulillah që mi kanë qelë sytë. Qëtë hadith sunive a flet se për Aliun është fjala? Po, sunive është kjo. Plus në tefsire... A përmend Aliun a.s. këtë hadith? Jo, imamat, se na duhet 12 imam. Për mu tash momentalisht është imami 12, imam Mehdi.
Imam Ali, Imam Hasan, Hussein, Zainul Abidin, Muhammed Bakir, Jafer Sadik, Musa El Kazim, Ali Riza, Muhammed Taki, Ali El Naki, Hasan Askeri, Imam Mahdi wa Ajil Farajahum. 12 imamët. Madje në burimet shiite janë përmend me emër, po okej, në sunite nuk janë përmend, s'ka problem. Po e loj manash emrat. Por pejgamberi çka ka thonë? Që hadithi tjetër sunit? Unë po ju la, men kuntu mevla fe hadha Aliu mevla. Nesër, mas nesër me 4 të qershor, është dita festa e madhe e Gadirit. Festa 72 ditë para se me ndru jetë profeti, kur kthehet prej haxhit i fundit s'ka shku ma në haxh, ka ndru jetë, edhe nga dirë në qatë luginën, Zoti i thot, qu, o Muhammed, kumtoje, se në ajet kuranor, nëse nuk e kumton, nuk e kry misionin. Edhe qa bon profeti në atë luginën, i mledh samarët e kuajve, deveve me 1000 haxhilar, edhe thot, ndaluni këtu, se e kam për me ju kumtu. Dhe thot, am keni njoh, kështu bani, ashtë haxhilan të mires, kështu silluni me gratë, kështu silluni me borxhlit, me ato, me këto, dhe ma në fund e merë dorën e Imam Aliut dhe thot, men kuntum mevla fe hadha Aliun maula. Kush më kanë njoft mua si prijes, si udhëheqës, pas meje e keni Aliun. 3 ditë rresht, tu nis për Ebu Bekrit, Omerit, Osmanit, krejt shoshnia, urime bejati, urime, gratë që në kanë, me 100 gratë, 3 ditë rresht ja kanë dhonë bejatin. E kanë marrë një lavor, që është legend, të madh, edhe Imam Alia i ka shti duart aty, dvetat, për mos m'ia prek duart e grave. I fut duart e veta, edhe gratë i fusin aty, edhe është ajo dova e bejatit, edhe kështu ja japim bejatin. Për ndryshe... Me vla, du me thonë, udhëheca, po. Me vla nuk ka përkthim në gjuhën shqipe, është tepër fjalë madhe. Me vla është lider, udhëheqës, prijesi i besimtarëve, po me vla është edhe për pa besimtarët, sepse aje ka da drejtsin, kur është kanë puna me jahudit, aje ka da drejtsin, i ka thonë bjerën e të vratin e juj që apo thot. Do më thonë, aje ka qenë edhe prisi i krejt besimtarve e jo besimtarve, ani që se kanë besu, të krishterve, jevrejve të asaj kohës, sepse ata kanë qenë ehli kitab, dhe ky ka qenë burr shteti, kur kanë ardhë një grue, është ajet kuranor, ky nuk ka qenë rasti i Imam Alit, një grue e jahudi, ajo ka bo amoralitet, kur vëri, dhe ajo ka qenë njëra prej grave ma të njoftura në atë fis. Dhe tash këta burrin e ka pas shumë pasanike dhe prijes, edhe këta qohët paria e jevreje, ajet kuranor, edhe i thot, shkoni ta qojmë të Muhamedi, mos ka naj ligj, pak ma ndryshe e mos ta gurzojmë, sepse gurzimi vjen prej jahudive. Pra në Tora shkruhet, në qo se bën dikush kurvëri, duhet me gurzu, me myt duke gurzuar. Edhe kur vjen te profeti, Zoti thot, ja Muhammed, ata gjykoi me ti e me vla, ti e me vla, thot, une nuk jam me vla. Pejgamberi në atë aspekt në ka qenë pejgamber, profet. Po ti thot je me vla i arshëm, mos si gjykot krishterët me librin, se krishterët e s'kan egzistu, vetëm jevrejt. Mos si gjyko krishterët edhe jevrejt me librin Kuranin, po librin e tymve. Prandaj Alia ka qenë prisi i kretë dynjas. Me një fjallë, shamo përshia, qka du me thonë fjalla mevla, me një fjallë për Aliun, Mevla prijes, udhëheqës, lider. Prijes, ma shumëti e kthej njerëzit si prijes. A veli, evliullah, evlia. Evlia mundë me dhune me qenë, edhe dikush, edhe ti. Së është probleme ajo. Ka dikush që... me thonë udhëhec, mevla khalifa, si
sikur khalifa, sikur udhëhet. Po, me vla është fjalë zotni, tamam zotni. A dhe kur ti thosh, o zotnia jem, ti je mbi të gjitha, mbi kokën time. Kur thëmë, ata e ka në arab, qesh, kurban e shuma, kurban po të Ali bo, alayhi salam ai ka hetu vetën me këtë fjalë me ula sikur khalifa pas pejgamberit alayhi salatu wasalam as se ka ditë këto. Se unë për vetë alas kum ditë hadithe se tha Ali alayhi salam, unë jam khalifi i vërtet Rasulullahit alayhi salam. A ka në hadith që ka thënë ma kini marrë hakun, unë ka desh marrë khalifi parë pejgamberit alayhi salam. Mas i ka thonë men kuntu me vla fe hadhen aliun. A shiko, Sahabët kur ju kanë aty ata kanë desh me ditë se Aliu ishte khalif mas pejgamberit alayhi salatu wasallam, e jo me bushura, me thonë Abu Bekri khalifi parë, Abu Bekri me thonë Umeri dytë, atëherë Abdurrahman ibn Auf me thonë me votu për Aliun ose për Uthmanin. A kanë kuptu edhe sahabët këtë fjalë men kuntu me vla fe hadhen aliu, sikur khalifa i parë muslimanëve, nëse kanë kuptu pse kanë refuzu. shikoni, ka pas raste profeti kur ka qenë gjallë, se a i s'ka ndru jetë, po që të prezent, ka thonë, këshërni thotë se ju i dini këto punët e shurës, do me thonë që ati kuvendit, konsenzusit, se ju jeni Arab, Omerit e Bubekrit, do me thonë për punët e dynjas, edhe këtu, jo po ta lidhi, edhe këtu, nuk ka kanë problem khalifati toksor, është gabu me khalifatin. Unë falë motër, vetëm blok jepja në këti fukarajës, më këse fjallë të Osman, shu në jepja një blok, subhanallah. Okej, s'po di kanë me bon këtu dhe kush se burim ndoshta e ka zënë gjumë jo pa qif. Nese, mos e të gjo. Unë s'pi shikoja e fliq gojën e vetë. Mos i boni më katoni sytë. Sytë mos i më katoni, as mos e lexoni se më katohen sytë. Dhe Imam Alia ka qenë me vlas, ka të bëj kjo me khalifen e tokës. Khalifet toksore i kanë zgjedh njerëzit. Kishte me qenë shumë okej me u zgjedh Ebu Bekri khalife, qose meriton, toksore. Ama jo ve idhkale rabbuke fil ardi khalife. Thot Zoti thot, unë e kryoj më këmsin tim në tokë. Edhe në Kuran thot, kur njëherë s'ko me lanë këtë vend pa udheqës. Edhe qësh me lanë pejgamberit gjitha i burë shteti, me lanë vendin pa udheqës. Po këtu është përzi imamati hynor, i caktum prej Allahit pejgamberit, edhe khalifati toksor. Tash, ka qenë qëllimi vetëm u pranu Imam Alia si imam, si prijesi, me vla i besimtarëve, se prap Imam Alia ja kish dhënë këtymve udhëhecin për më udhëheq. Po problemi ka qenë se mas ndrimit jetë 2 blokada janë bë. Një blokad ekonomike dhe një blokad të khalifatit. Grushteti kanë bo, me njerë si kanë drujet. Ekonomike, ja kanë marrë Fedekin. Fedeki ka qenë një bafshe, si me thonë një region shumë i madhë, gati 1000 punëtor kanë pas. Dhe ai Fedeki ka qenë një bafshe me hurma, ku jo është dhënë Hazreti Fatimes. Këtu ja ka marrë Ebu Bekri Hazreti Fatimes këtë Fedekin, edhe ka ekonomikisht e kanë prish këtë familjen e profetit. Sa që Imam Alia u ka detyru prej një burë shtetit, ka shku ka qelë bunare, me durët e voglat jetimve Hasanit edhe Hysenit, edhe i ka ujit kopshtet e jahudive. As pun s'ka dhanë, 6 muj ditë s'ka dalë prej shtëpis. Që do me thonë, 2 blokade e në bo, një ekonomike dhe 2 politike. Hazreti Fatimja ka ndru jetë se ka pasu nazën e babës vetë. Baba vetë e ka pasu ato flamurin e Isisit që e qesin Muhammed Resulullah, ajo ka qenë vula e profetit. Tak, kure qitë kënë dyllë, ajo u kryke, do më thënë e ka vërtetu, dhe thesari
thesari, ka qenë durt e Imam Aliut. Ti shtekon durt e Imam Aliut edhe Hazreti Fatimës, që ka pas 1000 punëtor, që ka prun të ardhura, edhe khumsin e kanë dhënë. Khumsi nuk jepet sot, pse nuk jepet? E kira muhabete. As nuk e përmendin khumsin në kohën e profetit. Pejgamberi alayhis salam ja ka jep Fatimis kur ishte gjatë, dhe Po, ka po. po qëtër vajza, a vetëm Fatimi ja ku shkon aty. Shiko, ajeti kuranor thot nëse ki një vajzë, duhet m'ja dhon këtë pasunin. Ai s'ka pas tjetër vajzë. Vetëm që ata. Do më thonë, këtu e Bubekri, në një farë mënyre, e ka anashkalu këtë ajetin kuranor. Nuk ka vlet ky ajeti kuranor, hiq. Madje dhe Hazreti Aisha, ka është anku të Osmani, i ka thonë, hej, na jemi gratë e profetit, pse s'po na jepni, atë Omeri, s'po më kujtohet cili, na jepni more neve hise, hej, na jemi gratë e profetit, shikon Kur'an që ka përshkruan, gruja në që se vdes burë jem, unë e qëtë pasunin që është e jemja, o zotni, kjo është 1/8, është e jemja, 7 pjesë tjera i takojnë djemve të mi, jo si kur Kosova 50-50 që e banë, hinë haram. Prandaj, edhe Aisha u anku, jo vetëm Fatimja, jo vetëm Fatimja. Sahabët nuk e kanë ditë kur ja ka falë Fadikin Fatimis alayhis salam. Do me thonë, se kanë ditë dhe se kanë dëgju, po e ka jap Tinas, atë që ka jap Fadakin. Jo, ato ka pas argument. Aliu ka pas argument. Ka pas argument që ja kanë falë këtë, ndërka që ata nuk kanë pas argument, nuk shkruan asnjë hadith që pas ka thënë profeti, valla fëmijët e tonë nuk trashëgohen, nuk është e vërtet. Profeti nuk mundet me dalë për mbi Kuranin. Çka ka thënë profeti? Nëse vjen një hadith edhe nuk përputhet me Kuran, une nuk e kom thënë atë hadith, largoni prej meje. Mandej, nuk ka argument. Ata kur e kanë marrë Fadikun, o konë luftën e Tabukit, para luftës Tabukit, apo. E që të shte, jo Handekut, Hajberit. S'po kujto. 6 vite para si me ndru jetë pejgamberi alayhis salam e pat Fadikun. Po. E tash para si me ndru jetë Muhamedi alayhis salam. Kur ja ka fal Fadikun, me herë mas ja ka marrë jahudive, para si me vdik, se sahabët nuk ka hadith se has nisab nuk e vërteton, po në jom dëshmitar se ka thonë pejgamberi që fali Fatimës Fadikun. Ajo, shiko, ajo ka qenë dhurat, ja kanë dhënë jahudit. Ja kanë dhënë se dhurat plaçka e luftës. Edhe profeti ka pas plaçkë luftës. Edhe atje Khumsi, kur e kanë kry një luftë, edhe kanë thonë kjo është ganimet, i thënë plaçka e luftës. Edhe Khumsi që është që jepet 1/5 e pasunis, jepet për shkak qose ti ki dhurat prej luftës, ganimet prej luftës. Edhe profeti, këtë ka pas dhurat prej luftës, e kanë fitu luftën e Hajberit, edhe kjo Fedeku, kjo bashkë e madhe me qindra hektera, ku me disa ka qenë, fabrika asaj kohës, kjo ka qenë dhurat, vetëm e profetit. Si kurse që ka pas dhurata edhe Imam Aliu edhe shokët e tjerë. Mirë po, kjo dhurata ka qenë e folme se testamenti nuk ndahet derisa je gjallë. Qose burë jem për shembull, don me nda testamentin, nuk guxon, nuk në pasunin, ta shëgjimia. Ajo është mirathi dohet kur të vdes baba. Është edhe një ndarje tjetër, është hiba. Hiba është për shembull, burë jem ka këtë pasunin, po është gjallë. Por i ka dhe janë 100.000 euro. Edhe ato 100.000 euro thotë unë duhet mi nda. E kjo hiba është dhurat. Kjo dhurata ndahet, unë e kom tash një qike një djalë, kjo nuk ndahet 2 pjesë djalit, 1 pjesë qikës. Po aty ajeti kuranor thotë bohunit barabartë. Për dhurata, nëse unë e kom harxhu 20.000 euro për djalin, dashmën e djalit, unë duhet me harxhu edhe 20.000 euro për dashmën e qikës, jo 10.000 për ta, gjyse.
Kështu që kjo hiba, që kjo fedeku, i është dhënë Hazreti Fatimës të kanë gjallë. Imam Aliu e ka menaxhu punën këtu te ky fedeku. Ka qenë u dhe punëtor. Hazreti Fatimja i ka pas punëtor të vetë. Fatimja, kur e ka vullos një dokument, pejgamberi veç ja ka qitë vullën tak, edhe ka thënë, kush e ka kontrollu këtë letër? Thot Fatimja, u kry, nuk e ka qelë më edhe njerë. Prandaj, kjo ka qenë dhurat që ja ka falë pejgamberi dhurat. Pastaj plus, që ka pas ajo trashëgimi për babës vet, nuk ka pas përveç atë shpinë ku kanë ne. Dim pse kanë pyetune se këtë sahabët e kanë ditë se pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka marrë dhurat për jehudive fadekun. Po kur kush nuk e ka ditë se ja ka fal vajzat vet. Interesant. Po i bash interesant, ama Aliu e ka ditë, Aliu ka punu, Aliu është kujdes për ato. Ti s'mundesh m'ja marrë dhuratën se ti e ke thy ajetin kuranor. Mandej e kin Sahihul Muslim, libri i parë, Hazreti Fatimja ka ndru jetë, ka thonë, i dhnushëm me Omerin. A çka ka thonë me Ebu Bekrin? I dhnushëm ka vdek. 40 dita kur ka ndru jetë, e ka pas një kasollja e vajtimit, afër varit. Ka vajtu, me zan ka vajtu. Ja ka numru, o baba jem, ala eshnat e tu, si nda për trupit, o baba jem, qysh ka i kanë bo qikës tënde, o baba jem, qysh ka po t'i bëjnë e libetit tënd, e ti ke thonë, në qofë se dëshironi të jeni të shpëtuar, t'i ndjekni 2 sende të ronda, t'i keni amanet, kitabullah, wa itratu ahlul bejt, thot 2 sende, thot këta, ala pa tu rahatu trupin varë, qësh ka na bon familjes tonë. Do me thonë, jënë bo këto pa drejtësi, por na nuk bon më u kanë armiq për para 1400 vjetëve që ka ndodhur. Amma, nëse të vërtetën nuk e tregojmë për shkak frikës, atë na nuk i frikohemi. Allahut po i tregohemi robit. Hadisi kur plet për fedekut, që pa kom lexu thot, Abu Bekri sa Fatimis ti mundesh me marr prej fadekut, so me ushqu vetën dhe familjen tonë, edhe prej khumsit. Do me thonë nuk që ka ndalu krejt, sa mundesh me marr so ki nevojë. Hadisi të shtot. Fatime ka ta shkrejt. E çfarë pandresi shamon është këtu, nëse i ka thonë Abu Bekri, nëse i ka thonë ti mundesh me marr prej fedekut, so ki nevojë dhe prej khumsit, kurse ta qertë i shkojnë varfërit, i shkojnë sadak. Dhe nuk kina argument se familjes ka që ja ka jap fadakën. Aisha kur si përmende hadisin, i tha Osmanit, shko thuj Abu Bekrit, edhe ne vitet ne dishka prej fadakut, shka ka thonë Osmani sa, a nuk e ke ndëgju Abu Bekri si ka thonë, na shka të lojmë mas neve, shkën për sadak, nuk i lojmë familjes tonë kur qreq. Po atër gratë, Nuk ja ka jap qikes vetë, gratë, nuk ja ka jap grus vetë, nuk ja ka jap kur kuj, po kjo është, pa drejtësi është kjo, pa drejtësi, qysh me marë, Aisha, prej babës vetë, Ebu Bekrit, e Fatimja me gishta ngoj. Nuk ka marë, parzit vetë ki thonë, Aisha nuk ka marë. Jo prej babës vetë, jo prej babës vetë, po, prej burit s'ka marë. Jo fedeki s'o ka një babës vetë. Ebu Bekri ka pas pasunit madhe, ka dhënë për islam. Ajo prej babës vetë ka marë Aisha, se i takon me Kur'an kanë punu sahabët. Inshallah s'kan punu si këta me lek dugagjinit. Abu Bekri së kom për nga bërë, Shamu Khomeini thot një fjallë, thot, nëse baba ja len gruz dishka, ka të ndrejt vetëm qiremidat e shpis me alon. Kurse vatanin nuk ka ndrejt me alon. Khomeini thot këto. Baba gruës? Baba, vajzës vetë, nëse ja ka të ndrejtin pasurim me alon vetëm qiremidat e shpis. Vatanin nuk ka drejt me marrë vajzën nëse është e martume. Nëse ka thonë që shtu, vula e qafirit i koftë në balë. Unë mund edhe privat argumentin. Jo, më rëzëtëri Imam Khomeini sa i ka ngrit gratë me Kur'an, ku gjës ka lujt. Këtu Ebu Bekri ja ka dhënë hisën vajzës vetë.
A bon me shpesën Kur'an. e pyç, inshallah dhe do t'ju lura, Po. më boni Allah, S'ka gjë, jo, pyetje të shumë mira, faleminderit. Kam respekt për juve. Edhe unë Allah gjithashtu, edhe Allah i të gëzoft. shembull, na e dim se Allahu e ka dërgu Kur'anin, si kina që tashti. Mu më interesot vetëm një pyetje, a besoni ju Kur'anin se është komplet që tashti, si kur Shia, a besoni se Imam Mahdi a.s. do të bije në Kur'an qëtër? Une si besimtare që e pasoj e hlibetin, s'kom qef me thonë Shia se Shia ti kanë keq kuptu, po pe kupton ti. Jom konë 20 herë në Iran. Iran janë baza e Shiave, dhe në Irak ka 60% shi populatës, këtë botën ka gati 500 milion Shia. Tash mas luftës Palestinës hala ma shumë. Prandaj, une si besimtare, muslimane që pasoj e hlibetin, 20 herë jëm konë në Iran. Dhe në gjdo njënën gjami, kom shku, i kom qelë. Une e Kuranin e një mirë, 114 sure. Kërkun nuk kom gjetë një Kuran më ndryshe. Mande, kom shku të ata sejidat më të mdhej, thom ju lutëm, unë jam me hlibet, unë jam si ju. Më kalzoni, që se keni në fshetësi, më kalzoni. Tha, na nëse kishim besu që ka një Kuran tjetër, atëherë ku është fjala e Zotit që ai ka thonë unë e kam me rujt Kuranin? Atëherë çfarë Zot qenë ka ai që na pas kemi një Kuran tjetër? Do me thonë, kjo nuk ekziston, kjo qëllimisht është thënë, për me pas Kuranin ndorë Imam Mehdia e ka, por jo tjetër Kuran. Kështu besojnë krejt muslimanët që janë në botë. Por tash mundën dikush me folë, po s'di çfarë Zoti është që s'pas ka mund me rujt qatë Kuran. Do me thonë ju nuk besoni se Aliu a.s. ka qëtër Kur'an, ose Imam Mahdi a.s. do të bije Kur'anin e vërtet, se shumë prej Shiave, unë vetë kam dëgju thojnë, Kur'ani nuk është plot, na e besojmë këtë Kur'an se është prej Po, është një grup. Kur vjen Imam Mahdi a.s. e bjen Kur'anin e vërtet. Ju e refuzoni këtë mendima? Po, jo, kjo definitivisht. Distancohem, jo vetëm unë jam një muslimane, ma shumë jam syni se e kom kry shkollën, ama edhe si besimtare e hlibetit, definitivisht, hoxhallarët e mi e ke Mustafa Qazvini, që se dini anglishtën në YouTube e këshurni, ajo profesori jem, edhe me ato kom folë, edhe në Sarajev, thash, më tregoni mu, mos e fshihni, se si tregoj kërkujt. Wallahi, billahi, tha, një Kuran është, po kjo është propagandë për me i përqa muslimant. Kaq. Imam Aliu e ka pas Kuranin, para se me përmledh Osmani, Imam Aliu e ka pas Kuranin, shka keni shku me mbledh, tu kanë gjallë profeti, unë e kom të bu. Është hadithi Imam Aliut, sepse këtu se pas. Është hadithi Imam Aliut kur thot pejgamberi ishte duke pushu, edhe në shpinë e tij me një qoshet shtëpis këtë janë kanë ato papirusat e shkrimet sen. Edhe thot ja Ali, thot merri thot edhe bane musafin, përmbledhe, faleminderit ujku. Përmbledhi thot këto pjesët e Kuranit, ajetet. Si të regoj unë, pejgamberi u ka shtri, ka poshu, a normal ka qenë hafiz, si u ka dasht ati shkronjat, edhe ka qenë, e ka njoft shkrimin, edhe nuk i ka thonë 3 herë, nuk di me ledzu, ka po dilni këto nuk di me ledzu. E tjera, po këthejmi të Kurani, edhe mande, qka thot kjo Imam Aliu, thot, vallahi, thot, këtë gjybën që e heka, e shtrini për toke, tha nuk do të ngritëm për i vendit pa e plotësu bashku Kuranin, Musaf me ba. Këtë to sahifet. Edhe kur e ka plotësu Osmani, a i ka thonë që na urdhënone thot që e keni me radhitje. Urdhënone thot që Kuranin qësh ma ka radhit profeti Muhammed. Profeti Muhammed e ka radhit 114 sure prej ikrës. E ka ikre bismi rabbi ke ledhi. Respekti madh për juve, se unë e prezentu në veshpak në senadi po, ama unë jam mësu të Shia Hamza, një në Shia Hamza, unë suni jam, ama jam mësu të Shia Hamza, normal,
unë bëj debat me shia, ama po ju kallëzojnë drejt, po vjen marrë me juve me bo debat, kam respekt. Kam respekt, no? Faleminderit, unë Veç edhe një veç edhe një pyetje dhe po tani. po, inshallah. E vetmja shia më keni çudit se ju e keni këtë mendim për Kur'anin, mashallah. Po. Mashallah. Çato Edhe do. Saduki, Imam Saduki e thot këto sigurisht. Shumë thonë se Aliu alayhis salam në ditën e gjykimit do të vendos kur hin xhenet, kush hin xhenet e kush dhe ai e ka fjalën. A është e vërtet kjo për ditën e gjykimit? Shiko, kjo është keq interpretu, se nëse e lidhim me një hadith tjetër, që thotë Aliun e don besimtari dhe urren munafiku. Do më thënë, me qëtë fjalë profetit, pa besimtari, e urren pa besimtari, a e don besimtari, me qëtë fjalën e profetit, ky hadithi Gjafer Sadikut ka pas këtë aludim. Pra, që o zotni, që se je kon me Muavijun, që 45.000 ushtari ka pas kundër Aliut dhe ja ka myt Aliut 25.000 shahida, që se je kon ti me Muavijun, ti dihet gjykimin që shëki. Që se je kon me Aliun, prap, Aliu është peshorja jote për xhenet ose për xhenem. Ajo që Aliu është e ka qelësin e xhenetit, se këto duhet shumë një shtjellim gjatë, si duhet ai qelësi metalit, apo ku ta di unë. Mirë po, Aliu, ehli bejti, kur të kalojmë të ura siratit, se pejgamberi plus Hatixhën thot ka me pasën matam urës siratit edhe vetëm ehli bejtit. Edhe ka me thonë, o Allah, bone që të kalon shpejt që kë Iqbalja se shumë ka që selam në dynja. Allahume, sali ala, Muhammed, vali Muhammed. Ja Allah, thot, bone që të Iqbalën e të kalon ma shpejt për urës siratit se shumë ka që selam. Pra, apo e sheh që ehli bejti është peshore, është dera e xhenetit edhe dera e xhehenemit. Qofse edhe Aliu ka qenë shpata, nuk ka qenë Halid ibn Velidi shpata e Zotit. Jo, more, Aliu është Zulfikjar, është e ditur. Prandaj unë besoj që ka thonë këto Imam Gjafer Sadiku, edhe bashko me bo një tematik fjalë për fjalë, mirë po, edhe përkthimet janë pyetje, edhe rasti, kur e ka thonë, për shembull sikur atë martesën muta, ai e ka ndalu, po vetëm për qatë luftën, Tebuk e ka ndalu, mandej ajeti kuranor ka vazhdu, e tjera. Prandaj unë mendoj, edhe besoj që me të vërtet Imam Aliu është një matje e drejtësisë për gjithë besimtarët, edhe qelësi xhenetit. Se ke dash Imam Aliun, ku po donë më rezotni me shku në xhenet? Të ka thonë pejgamberi, kush vdes pa e njoft imamin e kohës, ka me vdeksin kohën e gjahiljetit. Ti deri sot se ke dit filonat këtu sa janë 200, këtu 100, se ke dit deri sot, Allahi ta ka falë xhenetin e ki qelë, se ke falë namaz, ke shku naxh. Ama sot unë po të regojnë që dakike dhe praps me pranon, Allahit një moftë. Hajde, inshallah se kom lezu sot një ajet në Kur'an. Po, me të regu? Suratul Gjin. Shembull unë shumë prej shijeve të ndëgjoj si thujnë medet ja Ali, medet ja Fatima, medet ja Zeynep. Po në sure 72 ajeti 18. A bën e vesh pak më në shpjegu këto. 72 ajeti 18. Veç pakës 51. Në qofë se e kam të njohtur 72 ajeti 18. Me të vërtet xhamiat janë për Allahun dhe mos i luteni askujt përveç Allahut. Shumë bukur. Xhamia. Që të kashin nëse Allahu thot mos e lutuni gjithë kujt për vetëm Allah, medet do me thonë dimona, një lutje është. Aha. Qish pra ka mundësi me thonë dikush përveç Allahut medet, kurse Allahu thot vetëm mu thuani medet.
Po, Pak më në speaking. shiko këtu thotë me të vërtet, xhamit janë për Allah dhe mos ju lutni askujt përveç Allahut. Tash, xhami është edhe çapja, edhe aty ka pas idhuj. Edhe aty rreth çapës janë pastru mandej ato idhujt dhe duhet një lut vetëm Allahut. Mandej, xhamit që janë nëpër teqe, teqja është, edhe mrapa teqës, ose te xhamia pejgamberit, xhamia, krejt jemi falim aty namaz, mirë po bashkë përballë me ejën kanë ato ekrat, edhe thojshin që atje mas 20 metrave është varri i pejgamberit. Mirë po na, ka shi varrit pejgamberit jemi falë. Kom shkun me shet për shembull, aty kur jam falë, që më ka ra i rendi për mu falë, nuk ka qenë varri mrenda në xhami, kurse si, i Alirizas, po ka qenë këtë me një pjesë tjetër xhamis, edhe aty ishte vetëm vizita. Po, për mes me shku deri në xhami, u duke në herë dhe me falë që aty ma afër varrit Imam Alirizas. Po, qashtu pozita e varrit ka qenë që unë ja kum kthy shpinën. Do më thënë prap kiblja është orientimi. Sa i përket kësaj fjalës, ja Ali, pejgamberi shumë herë e ka thirrë. Ja Ali, e ka thirrë, është emër, o baba jem, o nana jeme, prej dashnis, e thirrë. Pejgamberi ka thirrë, ja Ali, po qëtë fjalën medet ja Ali, bash më ndihmoj i bjera, po s'po di çka, në qofse e ka qëllimin, do me thonë, ndihmo, ja Ali. Ali është emri i Zotit. Ajo është për Zotin. Po nëse ka qëllimin medet ja Ali, më ndihmo, o baba jem, o nona jeme, ndihmo për çështë çështje. Ama Zoti jem mbi të gjitha. Kërkush këta që e thënë medet ja Ali, nuk e thënë me qëllimin që kërkojnë ndihmë prej Alis. Po na kërkojmë ndihmë prej njëri tjetrit. Ja Imam Ali, të lutëm, medet ja Ali, bën vasile, bën shefat për këtë punë temën. Ama nëse ka qëllimin medet ja Ali, ndihmo ja Ali edhe Zotin e leanash, ajo është shirk 100%. Allah është përblift. Po nëse keni thonë në ditën e gjykimit të Ahlul Bejti alayhimus salam, do të në ndihmoj, do të më bëj dua e shtu më vën. Edhe këtë ajet apo ne më na lezu sura El-Infitar. El-Fetah. El-Infitar. Infitar do të thonë Infit. 4 të fundit ajetat. Po. Dhe pse munafikin peshkun këtu? Që infitari. Ajetet e fundit 4, 6, kur do të digjen në ditën e gjykimit dhe nuk do të nxirren më prej aty, që send të tregon ty se çka është dita e gjykimit, edhe njëherë, që është ajo që të tregon ty se çka është dita e gjykimit, ditë kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmoj, as pak. Atë ditë vetëm Allahu do të ketë pushtet. Po, këtu, po, interesant. Po, këtu nuk, dita e gjykimit, po nuk është ura e siratit. Nuk është ura e siratit. Ja, dita e gjykimit është halana, pa u gjyku, kur ka me qenë djeli shumë afër në arshin e Zotit, aty kemi munda, ama shefatin e kemi në berzakh. Shefatin e kemi qëtë Kuranin, o Zot për hatët këti Kuranit, bën shefat për nanën tem, për djalin tem që më ka ndru jetë. Shefat e kemi, ndërmjetësime kemi kur ja lexoj në një sure Yasin. Po kjo është për ditën e gjykimit, që Zoti është adil. Nuk mundet tash unë jam pasuse e Ehlibetit edhe trano mas Imam Aliut, shumë e du Imam Aliun, o jam gjendje që ka mos me bom për to, edhe tash po dalun ditë gjykimit, edhe drejtësia adil është një prej kushteve të Islamit. Një prej kushteve të Islamit, që ose bazament të Islamit, se nuk janë këto shahadeti, namazi,
haxhi, çka ka, agjerimi nuk janë ato prej kushteve të islamit, 5 tjera janë, si mas e hlibetit. E tashti unë po shkoj në ditën e gjykimit, edhe unë i ty të kum bo shumë dëm, valla, Imam Alia për rika që aty mu me mbo shafat. Jo, më Zoti se pranon shafatin e Imam Alis, se për Zotin është njeriu njësoj, atë synia, shia, krishtera, a jahudi, qësë une një jahudi si kum bo pa drejtësi, edhe kënena e du Imam Aliun ti e ke dëmtu personalitetin e Imam Aliut, sepse Imam Aliu është shumë i drejt edhe me jahudit. Prandaj, unë mendoj që ky ajet është vetëm për ditën e gjykimit. Ndërkaq, në jetë, në berzah, në jetën e përditshme, Imam Aliu e ka ndërmjetësimin tepër të madh. Ehli bejti, unë kur i lutëm ja Hazreti Fatime të Zehra, për hatrin tënd, për hatrin sakrificës tënde që ke bërë, të lutëm, lute Allahun që për mu e të mi forcon kamat në rrugën tënde, e tjera, i komën ato lutjet e mija, kur foli me Fatimen, krejtë rrafshe kom në dynja. Unë kështu mendoj, ndoshta jam gabim, pa tefsir, pa lexu. Respekti shumë për juve, përti shumë respekt për juve, se ju mundini më konë moqëm si kënuna jam për që ta fulim me respekt. Hani, faleminderit shumë, kërkoj çdo gabim që është prej meje, prej vogëlsisë teme, a çdo fjalë mirë e bindse që ka hyrë në zemrën tënde dhe të krejt tyve dëgjuesve të mi, është prej Zotit. Nuk është prej meje. Unë e vetë që Allah të vajnë. Normal, unë kam qef shumë me debatu me shia, ma për respekt për juve. Faleminderit, Allah ju gëzot. Që kemi një Ibni Tejmije. Natën e mirë vlla, Allah u nderoft, gëzoft. Hajde Ibni Tejmijen ta marrim. Edhe pse pa emra nuk marr, po e marr. Selam aleikum vlla i nderuar. Aleikum selam aleikum dhe për ti motra. Aleikum selam. Përshëndetje. Deshta në që se më lejohet të ndjek moti, që moti ti, dhe të më thëmë më përqen mira, se si spjegon për islamin e kështu. Po mundo. Por dhe shoh që njef mirë rrugën e libejit. Po mundo. Dhe një uri për këtë. Po, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Në qo se për shembull nuk është e leju që ta bëj pigje, normal që të mos e marrësh si tendenciale, apo diçka, kam dëshirë që të bëjmë thjesht bashkëbisedim. Bashkëbisedim edhe kritik konstruktive, që na s'jemi perfekt, kemi mangësi sa dojmë, që ma jep si vlla jem, musliman, ma jep një kritik konstruktive, mundesh me ma dhënë ajo të rëndë, të mirë, që e të ma tundë kokën bak, ato e ki privat, ma thu, në 4 sy, që mos të ofendohem. Por, kritika kërë në pyetje për islamin, jo për Iqbalën, lirisht, sepse kritika konstruktive në bën neve të ndryshojmë mendimet, urnojnë nderuar. Okej, në qo se ke dëshirë mund të bëj dhe në primë. Nuk ka doj problem, por nuk është në më thënë është diçka e cila mund më shefët, është diçka e cila mund më diskutohet. Për shembull, gjatë rrugtimit ta, në më thënë të emërtuar e libej, ose familja e profetit a.s. Normalisht edhe unë kam dashuri për ta, sepse dhe vetja musliman. Gjatë kësaj periudhës aty ke kaluar këndej. Normalisht ne i referohem se ka disa jetë cilë të flasim për libejtin, flasim për, më thënë ne, ashtu e pretendojnë. Ti për shembull vetë, gjatë periudhës ta dhe sa ke udhëtuar në këtë. E din për shembull se ku e ka bazën autentike dhe do më thënë një bazë logjike gjithë kjo përmbledhje i them, për shembull për Aliun radiallahu anhu për Elibejtin. Na çdo musliman orientim numër 1 e ka Kuranin dhe hadithin. Ku në hadith hyn edhe tefsiri.
Kështu që Imam Aliu e ka pas përmbledhjen e haditheve. Pa marrë parasysh që Omeri, Ebu Bekri, si ka ardhë halife, me dorën e vetë, thuhet, edhe ka argumente që i ka djeg hadithet. Edhe Omeri i ka thënë krejtve, hajde më lidh një hadithet, ta bëjmë një përmbledhje hadithe, që më në fundja ka shti flakën. Ndërka që bazat e pasusit e ehlibetit, muslimanët, shia që janë, jo të gjithë se ka dhe aty lloj grupe, janë Kurani dhe Suneti i profetit Muhammed, hadithi. Po hadithi që vjen direkt nga baza, nga vetë Hazreti Fatimja, edhe Imam Aliu, edhe disa shok tjerë. Por hadithin e kanë përcjell gjenerat mas gjenerate, deri te Imam Muhammed Bakir, a i ka qenë themelusi bazës së shkollës islame dhe mase 40.000 thënë nxënës që kanë nxjerrë, Xhafer Sadiku e ka vazhdu rrugën e babës vetë. Pra, hadithi edhe Kurani janë dy bazamente për këto dijet e Kuranit dhe ehlibetit, aty hinë edhe tefsiri, por normal ato prapë të hadithi kemi rezervë. Jo edhe çdo hadith që vjen prej Imam Aliut është korrekt. Ka me një rast ku Imam Aliu shumë keq i dënon gratë. I thot janë sikur ajo gjuha e gjarprit. Ama nuk është kuptuar hadith dhe është thënë vetëm për një person, për një grue, por hadithit të shiat din me hiperbolizu, me bo Alia mo si hynor gati e bëjnë, disa shia. Dhe të sunit e kanë minimizu autoritetin. Do më thënë, kënena e rrisin, anena e zvoglojnë, ose heshtin se Muavija ka hek kry, ka hek kokë. Vetëm një rast për ta tregoj, kur ka shku Imam Husejnin Qerbela, 40 vjetë mas profetit Muhammed, dhe një prej grave ka me gjallë. Edhe i ka shku e merë ato thesarin e haditheve. I mbledh krejt librat që i ka shkrujt Imam Alia me dorën e vetë. Në moment. E merë Imam Husejni, që të librin e keni të biblioteka kombëtare, veç 5 libra në botë janë kështu. Më falë, 50 libra në botë janë shtyp. Edhe i merë Imam Aliu, i Husejni, këtë librat e babës vetë, me tefsir, me hadithe, me shkrime. E merë Musafin e nonës vetë. Musafi Fatime të Zehra, po të na e kanë keq kuptu se babalartë e tonë i kanë thonë Kuranit, i kanë thonë Musaf. Po Musaf është për mbledhje, kretë për mbledhje. Fatimja ka pas me 100.000 hadithet babës vetë, Fatime të Zehra. Dhe Imam Husejni kretë këto i thotë oj gjidde, gjyshe, oj gjyshja ime thotë, ti e vetëmja që ke metë mas kohës profetit. Unë po shkojnë Qerbela, po këto t'i ruash si sytë e balit. Që do me thonë, janë rujt edhe Kurani që është radhit si mas e Imam Aliut, prej surës Ikre, edhe i Kurani eksiston. Edhe me qatë radhitje. Madje të Ahmet Sherifi, të profesori, kur i këshyrni aty për shembull surja Fatiha është 80 diçka me radhë. Pra, e tjera, krejt këto librat i ka rujt e Ehlibeti me gjak e me shpirt. Kur o këthy Zejnepja, i ka rujt. Kështu që, kur të vjen një hadith, për shembull, prej Imamit 6, Xhafer e Sadik,
si që thaj që ka Gjafer Sadiku ka thënë. Gjafer Sadiku e ka thënë hadithin e vetë, por nuk është hadithi i profetit. Pra që Aliju ka me dalë në ditën e gjykimit, Aliju ka me qenë peshore, je kanë me Alijun Bojrum. E ke mytë Alijun, e ke mytë familjen e Alijut, që aty e ki vendin. Dhe, gjose ka thonë Imam Gjafer Sadiku një hadith, a i qështë e ka thonë? E kom një prej babës tem Muhammed Bakir. Muhammed Bakir e ka një prej babës vetë Zejnel Abidini. Zejnel Abidini e ka dëgju prej babës vetë Imam Husejnit. Imam Husejni e ka dëgju prej babës vetë Imam Aliju. Imam Aliju e ka dëgju prej pejgamberit. Ose Imam Husejni e ka dëgju prej vllajt vetë më të madh Imam Hasanit. Imam Hasani e ka dëgju prej nonës vetë Hazreti Fatimet Uzera. Hazreti Fatimet Uzera e ka dëgju prej babës vetë. Kështu kanë ardhur hadithet. Edhe pse te kapiju prap ka për mu dëshu. Nuk janë perfekte. Pra që kjo është përgjigja ime. Baza e bindjes është Kurani dhe Suneti i Ehli Bejtit. Domethënë ky nga respekti që ka për audiencën, për meleqet e tij dhe për disa krijesa që ai mban afër vetës, i referohet në Kur'an thotë ne e bëm çeket. Ne e bëm çeket, ne e bëm çeket, duke i respektuar ata. Por kur vjen çështja, ke adhurimi, askund nuk e ke në Kur'an që thotë adhuroni ne, por gjithmonë e ke adhuroni mua. Po, e bindju, ama Ibn Taymi, e ka edhe bindjuni e ti Allahe, e ti Rasul, ulil amri minkum. Bindjuni, çka do me thonë? Kur ti bindesh ti Zotit, i bindesh edhe fjalës profetit, i bindesh edhe fjalës ulil amri minkum, atyre që japin urdhra. E tash bindja, une nuk mundi me thonë, une du Ehli Bejtin edhe kaq, mjafton. Une duhet me ju bind Ehli Bejtit, me ju bind Muhamedit. Muhamedi po që Zoti qoftë mbi to. Në bindja, Islami është për kushtim. Islami është në nështrim Allahut. Islami është bindje. Islami është veprim. E jep një definicion tepër të bukur Imam Aliju për Islamin. Do me thënë, kur të unë thëmë, po i bindëm, e bindju një 4-5-9 Resulit, pejgamberit, a i po bjerë në dyshek të vdekjes, se nuk vdes, po qashtu fjala po bjerë, edhe po thot, hej, bjerë ma një laps edhe një letër, ta shkruj testamentin. Edhe halatu kanë profeti gjallë, njerëzit nuk pi binden. Njerëzit që kanë dhanë për Islam, si Omeri e Bubekri. Edhe më në fund, Omeri po thot, halifja Omeri po thot, lejeni po thot se ka dhimbje, edhe ka hynë halitësë nacione. Edhe thot, neve na mjafton Kurani. More prit pa, ka je kuranist, tia qka je? Këtu do me thonë, ende të konë gjallë, të marë frym profeti, nuk ju bind. E kjo është, se adhurimi i takon vetëm Allahit. Po pse atër Zoti po thot, bind moni e tiju Allahe. Bind ju një Allahut. Wa e tiju Resul, njëjtën fjalë. Bind ju një profetit, wa ulil amri minkum. Edhe atyre që ju apin urdhra, pra kush kanë qenë imamët. E tash, bindja edhe adhurimi janë motër e vlla. Nuk mundi une me thonë, une bollë që po besoj Zotin, ose dikush ka tha këtu, është mendje, kush s'ka mend, s'ka fe. Jo. Si the që këtë se nuk e kuptova mirë. Po, kush... Bindja? Po, bindja. Bindja është shkon barabart me adhurimin, po adhurim është Zoti, ndërkaq, krijesa është admirim, e admiroj unë profetin. Pse? Pse Zoti më ka thënë, bindju fjalës profetit, bindju Allahut. Këtu ky ajet kështu thot. A vendet tjera kërkun thot, mos ju bindni atyre zotrave që veti keni kriju dhe që nuk flasin.
Prandaj bindja është shumë e rëndësi. Ti mundesh me thonë, dikush mundet me thonë ditë e natë, unë jam musliman, unë jam kështu, unë e du ehlibetin, unë nuk je bindë ehlibetit. Ehlibetit thotë ushtarët e Jezidit. Po, vetëm edhe që ta, ushtarët e Jezidit thotë, ja Husein, thotë, zemrat i kemi me ty, por shpatat i kemi kundër teje. Do me thonë, kujt ju ka bindu ushtari i Jezidit? 12.000 me 71 veta në Qerbela, më të mirët e sipërfaqes së tokut, rruzullit toksor, atëherë sot edhe deri në ditë kiametit, 72 shehid. Edhe këta ushtarët i thanë, na ty të kemi në zemër, na ty dojmë, zemrat i kemi me ty, po shpatat i kemi përmiti. Edhe sot, na vëlla e dojmë po, a je me Jezidin, a je me Hyseinin. Në qofse je me Hyseinin, Hyseni çka ka thonë? Jeto ma e mirë është një vdekje me dignitet, sepse një jetë me poshtrime. Sa jemi të poshtruar na muslimanët në përbot? Pse? Na po jetojmë si Jezidat, nuk po jetojmë si Imam Hyseni. Imam Hyseni po thotë, e ti Allah, e ti Rasululli lemri minkum, po t'jep urdhën, unë e kum dalë në Qerbela me mbrojt fenë e gjyshit tim Muhammed, e ju keni dalë me shpata. Prandaj bindja shkon me dashni. Nuk shkon edhe shpata, edhe dashnia. Nuk shkon edhe me dash profetin, edhe mos m'jangu fjallën. Bjermani një letër edhe një laps, derisa u bë nervoz me dhimbtet e vdekjes profeti, plus një pikpyetje që a ishte i helmuar, se sa halatha po e nditha helmin në dhëmbët e mi, edhe a i tha, hupni delni prej këtu. Edhe nuk u la amaneti. Aty ishte Aisha, aty ishte Imam Alia, po s'ja dhanë as letrën as lapsin, s'na duhet neve letra, thamë, na me afton Kurani. Që duhet kemi, që librin e hadithit, që Sahih al-Bukhari. Pak e tema ku se për bindjen, si e definon për shembull ti bindjen në Islam? Ti e mendon që është vetëm një bindje, apo në qovë se na thot Kurani ne, bindju dhe profetit ti mendon se janë di bindje. Si e definon këtë gjë? Allahu thot, që te Jusufi, po shkojmë te Sulejmani a.s. Sulejmani janë kohët Zotit. Thot, o Zot, thot, unë jam bind ty, unë të besoj ty, po dubre me të pa, po du me të pa. Thot, që shbe Sulejman, tha, mund të kumë bëm bret, mund të kumë donë mas shumë të mrekulli, folë me kafshët, me insektet, me ato, mbret i kumë bëm. Po bre Zot, po edhe unë mos me qenë si krijes toksore, shumë vështirë të kishin njoftë ty. Që do me thanë, jo që Zoti nuk mundet me shkopin magjik edhe kanë do në bon me pa me besu, këtë botën e bon me besu. Po Zoti e kalon këtë botë qatë pakicën e vetë me pas shembull të vetë, shembulltyra e Zotit në tokë. E që ky profeti Muhammed, ka që sallallahu aleyhi ve sellem, ka qenë shembulltyra e Zotit në tokë. Ka qenë Kurani i gjallë. E Zot s'ka qenë, Por Muhamedi a.s. e ka sqaruar këtë gjë në Kur'an. Prandaj bindja, po. Kjo është, më thënë, sa i përket bindjes, bindju një Allahu dhe të dërguarit e tij, kjo është shumë e vërtet dhe nuk ka kush të moj. Por që këtë e ka spjeguar në surën Kehf 18 ajeti 110. Ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, domethënë është ajet, faktikisht është ajet kuranor se kam trunin e stër nga kurrë, nuk është e mundur që me amindje të flas, se nuk kam Kur'an tani. Hajde se Allah i ta din njetin, mos tani. Amin. Dhe i thot kështu, nëse ke Kur'an mund dhe vetë ta verifikosh, që domethënë këtu të sakt që e definon bindjen e tij. Duke thënë kështu, thot, o njerëz, thot, adhuroni Zotin tim dhe Zotin tuaj. Okej? Tash të ndalojmë këtë fjalë. Zotin tim, domethënë Zotin e Muhamedit alayhis salam, Rabbul Alamin, dhe Zotin tuaj. Prapë domethënë qëndroni njëjti.
Rabbul Alamin, Zoti në botra. Dhe vazhdon ajeti, thot unë jam vetëm i njeri. Thot, dhe me ka dërguar Zoti tek ju që të ju lajmëroj dhe të ju qortoj me këtë Kur'an. Në qoftë se Po, se edhe i kanë thonë. Po, mos është kjo për Isën, më duket, Isën a.s. Mos ka qenë ajo rëfimi. Nuk kam Kur'an afër. Për Isën. Po, cila sure ishte? Po, ke surja 18, Kehf, ajeti 110. 110. Se këtu i ka thonë edhe Isës a.s. Isa a.s. i thot që o njerëz, unë i besoj Zotit tim edhe Zotit tuaj, do më thënë si jam unë Zot. Mirë po, sot e kemi lexuar në gjuzin e 13, i kanë thonë profetit Muhammed, të çfarë jeti, i thot vetëm çortues, nuk po na mjafton neve, ti vetë që po na tregon fjalën e Zotit. Po thot çfarë mrekulli ke, edhe pse kishte mrekulli profeti, hija gjithmonë i ka hecë për mbi kokë. E kishte mrekulli tjera, por profeti i tha, shiko, tha, mrekullia ime është edhe për mua, edhe për gjithë juve deri në ditë kiametit. Ndërka që mrekullit e Isës, Musës, Ibrahimit, Sulejmanit, ato kanë ardhë edhe janë shu bashkë me profetet. Do më thonë, s'ka mo, Isa ndroi jetë, nuk ka kush min gjallë të vdekurit. Ndërka që mrekullia jonë e muslimanit, e profetit Muhammed është Kurani, thot. Kjo është mrekulli jo vetëm për mu, për juve, për gjenerat mas gjenerate. E ata i lypshin që 18, surja 18, 101. I kërkonin profetit mrekulli, po tha jo, tha mrekullia kum lënë Kuranin. Ti njerëzit me Kuran kanë bo lloj. Thuaj këtu, të shkojmë të pak manal të perde, këtu në mes xhenemit në atyre syve kemi lënë perde, të e tregoj. Elementet e Zotit, shpërblimi i xhenemit. Aty të shkojmë për gjithë, thuaj, edhe si kur detit e ishte në gjyrë të shkruar fjalët e Zotit tim, më parë do të e tash vjen. Thuaj, unë jam një njeri si kur ju, që po më shpallet se Zoti juaj është një Zot. Dhe me thënë, kush mban shpresë në takimin me Zotin e vet, le të bëj vepra të mira, pa i bërë në adhurim as një shok Zotit të vet. E po, ky ajeti tjetër që e that ju, ajo pak ndoshta e keni përzi, aty thot Zoti im dhe juaj, këto Isa e ka thonë. A kjo është bashkë për profetin Muhammed. Interesant. Unë jam një njëri. Po, jo, dhe që ke përzi normal edhe në mbrëmje është. Më po vjen shumë mirë që gjithë të njohuri, mashallah. Dhe më dhe thuaj, unë jam një njeri si kur ju, që po më shpallet se Zoti juaj është një Zot. Që ati pi shpallet, profetit Muhammed. Kush mban shpresë në takim me Zotin e vet, le të bëj vepra të mira. Pa i bërë një adhurim as një shok vetit. Sa bukur. Sa më shumë. Për adhurimin është shumë e qartë motra për arsye se Islami është një det i gjerë. Po, bre, sa i përket dijes, dhe na ka dhënë shumë leksione nga çdo profet. Për shembull, jo që në qoftë se ne kemi problem me akidën dhe tauhidin, jo që domethënë ne na garantohet gjithçka. Për shembull, duke marrë parasysh gruan e Lutit, i cili domethënë qente familjar biologjik, ose për shembull jo se nuk është familjar biologjik, e shoqja, por që e marrim raste tjera, kishte Ibrahimi a.s. është largu nga baba i tij që adhuronte idhuj. Dhe tha, o baba, tha, përderisa nuk e ndërkret këtë gjë. Tha, unë tha, do të largohem nga ti, është në Kur'an. Ka shumë profet tjerë cilë domethënë besimi i tyre i detyroi që të largohen nga familjarët e tyre, për arsye se domethënë shkishin urdhësat e Islamit. Edhe Zoti ja tërheq vretën, tha, o, nu, tha,
mos gjakomas djali tonë, se ajo është prej punëve të këqija. Apo kupton që kjo edhe ki versete kuranore ku thot edhe evlatët e ju i kanë mjo bot dushman. Armiq janë. Evlati ju të bot armik. Prandaj Kurani na mëson Zoti bashkë me një rast i profeti Muhammed është para qabës edhe i sheja do njerës është pe puthin qabën e gurin e ja lebejk Allahume lebejk pejgamberi po rrinë qështo si kur i mërzitur. Edhe po i njep ata njerëzit kush kanë shku në qabe me bo vizit, umren e kanë pas, jo haqin. Pi njep ata njerëzit edhe i thënë këta shok të vete, bo Bekria ka qenë mirë, thot, ja Resulallah, shka je mazum, je i mërzitur, as po të pëlqenë që gjitha njerëz janë mbledh, janë bo musliman. E thot, për mua është ma i shejt, një shpirt i njeriut, se sa ato gurt e qabës bekuar. Që do me thonë, nëse një njeri nuk ka drejtësi në zemrën e vetë, nëse nuk ka drejtësi në namazin e vetë, ajo është kotë që bën vepra adhurimi. Sepse me një ajet tjetër, thuhet, Allahu nuk i pranon punët e mira nga punë këqinjet. Ti mundesh me falë namaz, po ke bo 100 punë të këqija, i ka shit drogë, sikur me një presheva, dikun tha, njeri po shet drogë milioner, edhe po vjen xhamin e ka regullu. O zotni, ajo xhamia me ato paret e drogës që je ka e myt, rinin nuk hyn punë, nuk ta pranon Zoti. Prandaj, kjo të bën me kuptu edhe hadithin tjetër, që e vërtetun që të ndodhi, ma vonë të shku rrugës të këthy për Medine, prej Mekës, thot pejgamberi, o njerëz, sallallahu alaihi wasallam, thot, o njerëz, ju që s'keni mundësi me shku në qabe, ta dini Bejtullah, shpia e Zotit. Bejtullah, shpia e Zotit është në zemrat e juja. Ta thënë, ja Resulallah, cilat janë ato zemrat që me Zotin me pas këtu mrenda, qabën me pas në zemrat. Qose si kanë që to 3 sende. Urrejtjen, mendje masim edhe pa drejtësi. Qose na që to 3 gjana nuk i kemi në zemër, Allah i thot, largojeni urrejtjen, se une e kam vendin të zemrat e juja. Kjo është hadith tjetër. Këtu i përmend 3 vese, pra mendje masin, urrejtjen edhe pa drejtësin, a me hadithin tjetër thot, o njerëz, une e kam vendin në zemrat e juja. Faleminderit Denis. Edhe thot, mos shtini urrejtje. Nëse ti je 5 vakte namaz ki, edhe kam vendos urrejtje, une urrej dikon dhe urrej burrin, e urrej këshin, e urrej një vlla musliman pëse ndryshe me ndron. Vallaj bilaj, Allahu ekber, s'ka namaz. Qose une urrej dikon. Prandaj, mos i shtini as gruan, as burrin, mos e shtin zemër, as shtëpin, as pasunin, as djalin. Që rasti jem ka në re, edhe e kom pas dëshirë pasunin. Burin pasani, kula kumova mas pasunin, shpia jeme ma e mirë. Fëmijët e mi ma të mirë, je ku mësu me Kurane, me kurset Kuranit 1000 nxënësa. Fëmijët e mi janë kanë ma të pastë, ma të rregull, këtë me pesë, elhamdulillah, tash janë mirë, janë pambarsu që shmoshën 20 vjeçare. Kreti shtina, e shtina në zemër burrin se shumë e dojsha edhe e du. Shtina në zemër djalin që ma murë Zoti. E shtina në zemër pasunin, luksin. Kur vdiq djali, edhe ula bashkëtur që të sopë, që të dhomën, edhe i ndullën lotët, thash, e more Zot, thash, çka kom gabunë në jetë që ka që randëm kes provu, se dhimta e fëmijës është kapaki, i kejtë dhimte, vdes nana sen. E pa ta shpinë, s'po më doke të shpia. Mara gjus milion euro, s'po të doke. E pa ta burri usmu. E ka ma la, inshallah Zot ja lesën smundjen. Djalin ma të mirin, prej kur ka vdek,
kërkush bre ka të më shojnë, o qëfar djalë ke pas bre, o sa të zemër mirë o kanë, e tjera. Ma mur zoti shpin, ma mur pasunin, Prizren e kum pas duplo ma shumë se këtu. Po s'ka hup në haram, po veç është paksu. Ma mur shnetin e burit, ma mur djalin, po kreti kishëm bo në emër të Allahit, po jo për hir të Allahit. Se s'kom dit, s'kom pas djeni. Kreti kishëm bo në emër të Allahit, jo për hir të Allahit. Po kur nisa me bo çdo send për hir të Zotit, edhe hajde shembull bëjmë, edhe burri, edhe gruaja ndonjëherë nuk e meriton mja bo të mirat, burri. Se unë e kom zyrën për konsulta bashkëshortore. E shoh që ajo grua nuk e meriton atë mirën ati burrit vet që ja bon. Edhe gruaja nuk e meriton, edhe burri beso nuk e meriton. Po kime ja bon një shërbim, edhe djali e vlati jot, vajza jote nuk e meriton bre mja bon një të mirë. Sidomos sot në këto kohra. Por ja bo krejt për hir të Allahit. Kime urno burri jem boft mirë, a nuk e meriton? Urnoj vlati jem, urnoj shoqe jeme. Pse? Sepse Allahin sure Muhammed ajeti 7 ka thënë, më ndihmoni mua që t'ju ndihmoj edhe unë e juve dhe t'ju forcoj këmbët në rrugën time. E shiko këmbët me t'i forcu, një ditë s'ki takat, ki me shku një aktivitet me bo, bre, liksht, këmbët si ki mirë, këmbët po të marë. E Zotit, kërë kom shku me një konferencë një ranë, edhe për lexoj qëtë versetin kuranore, kanë qitë si plato, edhe thash, hej mëre Zot, qysh mëre Zoti për thot, Muhammed ajeti 7, mundeni me kësë, më ndihmoni mua që unë t'ju ndihmoj juve. Prandaj, edhe aty, bindja edhe adhurimi po lidhet me këto, jo që Zoti s'mundet, po ti kim ju bind Zoti, që se dush Zoti me të ndihmun jetën tonë dhe ti kimi ndihmu. Çka ka thënë Zoti? I që urrejtjen. Ama burit ka rejt, ka maltretut, ka bo çka t'ka bo. I që urrejtjen prej zemrës. I që qiti kufit, urno burri jam, boft mirë. Tjetër send apo donë? Tjetër send. O, ti se meriton as që t'goten me ujë. Po urno. Që kjo pra është. Mos punoni vetëm në emër të Zotit. Po punoni çdo send për hir të Zotit. Kur të punojmë për hir të Zotit, me mi pru edhe 2 fëmijë me qefin me mshtjell, ama hiq nuk më të rënditet zemra. Kur e di që jam të punu diçka për hir të Zotit. Kur më ka vdek djali, kur veç mu ka kujtu që kjo ndodhia Qerbelas. Në kretë gratë kanë met, edhe fëmija, edhe veç vllai djali i smut i Imam Hysenit, Zenul Abidini, Zotja ka që smundje. Dhe kur ka shkru Hazreti Zejnepja, që të gra e fëmija, kur ka shkru Hazreti Zejnepja, i ka kap që shtu, gjymtyret, mëra është e djalit, është asburri vetë, qika mesa pejgamberit, i thot atje në Medine, i thot, hajde thot, se djemë të pimar, se kanë me shku me dajen Hysen, mi ndihmu, se motër e vlla, Zejnep Hysenja. Thot, hajde, ti marim, thot, burri vetë, që thot, mere kalin. Me s'pa ta du kalin tënd. Burri Zejnepës nuk shkon luft, mere me mend. Në Qerbela, nuk kanë shkon luft, po që. Dhe këto po du me thonë, për me përmble, se ndoshta ju emocionova me ndodhit e jetës teme, kur i merë Zejnepja e qetë në kra, njënë në gjëmtyr, komën, trupin, kokat veç ja kanë marri, kanë shtina për huja, ushtarët e Jezidit. Edhe thamë, une, e kom pa djallin tem, që shka vdek, që vdekje të mirë. Veç ka ra për mi laptop të punu, jemi kanë me virus, e tjera. E kështu që punoni prej atër, kër kom nis me punu për hir të Allahit, edhe armikut jam gjendje mi adhën një gotë sherbet. Mirë se na erdhe bashkim. Selam aleikum. I bashkimin e ka zonë gjomi. Se si amora vjatë. Për fund.
Po, ndoshta edhe pak e të prova dhe të besoj. Jo, s'është pyetje, na po mësoj, unë shumë sende mësova prej teje. Kërkoj falje shumë dhe kam shumë respekt për ti. Faleminderit, Allah i të respektoft ty e familjen tënde. Dhe gjithashtu. Për shembull, sa i përket këtyre interpretimeve të fundit që the. Këto libra ose nuk e di se çfarë mund të jenë, do të thonë po sigurisht libra ose fletushka, të cilët sjellin këto interpretime. Kanë një autor për shembull të vetëm që i shpjegon gjithë këto gjëra apo ndryshojnë autorët. Shiko, unë e kom profesor doktor Mustafa Qazvini. Është në Toronto, në Kanada. Ai është prej familjes pejgamberit, me shallëzi. Mundeni me këshyr Mustafa, po Ustad Qazvini. Qazvini janë dietar të mëdhej. Edhe ai thot mu kështu thot, unë e çuditëm tha, qysh japin fetvat dikush, sikur dorëzat kur ti e kish prej dorëve. Tha, ka raste kur më paraqiten një do pyetje, tha, edhe duhet me shku prej Torontos, prej Kanadas, me shku Negev. Negev e kanë ata muzeun e librave, bibliotekën tepër të vjetër, aty i qesin dorëzat, edhe maskën, edhe vetëm në një si pincet kështu i qelin ato fletat. As nuk guxen një prek, ato se dëmtohen. Do me thënë, këto janë të ruajtura, por nuk janë në përdorim të çdo kujve. Por jo, qëllimi im ishte që për shembull, po ju referon gjithë thonjeve, që tregon qartas për Imam Husejnin, Imam kështu, këtë tjetrin po jaroj Hasanin dhe Aliun e gjithë më radhë. Këto tekste e ka një autor, e ka një autor apo ndryshojnë autorët. Shembull e thot një njeri, dy njeri, tre njeri, apo e thot vetëm një njeri. Dhe për shembull, nëse po, a ka ndoj datyre apo jo? Jo, ka shumë. Të bëra shumë pitje. Jo, shumë mirë, jo, ka tefsirolog, tefsiri Mamalis është numër 1. Se tefsiri Mamalis ka qenë, qysh me thënë, ai ka qenë memorinë e ka pas tepër të mirë. Edhe ka ditë edhe hadithet edhe tefsiret. Mirë po ato libra normal edhe kjo që thash Nehjul Belaga, kjo është description, pra. Që për shembull, ky libri i Imam Aliut janë përmbledh këto shkrimet, ka mos sikur Kurani që është, edhe çfarë emrin Sejid Sherif El-Radi, ky i ka përmbledh krejt këto shkrimet e Imam Alis, edhe Nehjul Belagën, kudo që ta marrish në cilën do libër të botës që e merr Nehjul Belagën ti e është e njëjta, e përkthyme. Mirë po, ka edhe tjetër kush ndoshta e kanë përmbledh, po nuk nifet. Varet paku mas Kuranit. Shumë me thonë drejtën dokun pak sa të vjedra, duke që ka datojnë shumë. Po, kjo nuk është e vjetër si shkrim, a peshe? Është e vjetër si shkrim, mirë po është prodhim i ri. Ama shkrimi është krejt i vjetër. Ka dhe datën se kur daton. Po, 1000 zdi që shke 200 e diçka, këto e ka. Është në bibliotekën kombëtare, kush e din arabishtën, shkoni e lypni Nehjul Belaga ose Shtegu Elokuencës, e keni edhe këtë libër në bibliotekën kombëtare, edhe këta kush e di arabishtën. Që këtu, a përshë qësh është shkrimi tamam qësh ka qenë i vjetër atër, në letra i shkru. Dhe që të kjo tjetra, shqip që është, që ta qelim dikun, që njësoj edhe kjo, që ku e ka, që kjo qka është të kjo libri, i vjetër edhe këtu. Qësh i ka përmbledh kë njerëzit që kanë shkrujt librat e Imam Alis, që kanë fjalet e ti, ka vetëm hadithet, qësh e përshkrun kë, ka histori, ka tefsir, ka hadithet e veta, vetëm 7 faqe janë o Ali.
çka kanë fol dialog profeti Muhammed me Imam Aliun. O Ali, bëne kështu, o Ali, o Ali. Edhe për hadithologët tregon që shkarë. Është libër fantastik. Ti qenë ke shumë kështu asi me pas një kur takohemi në Prishtinë, nëse kam një të adhuroj se këto janë libra që nuk mundën mu gjetë ma, po mendoj me rishtyp edhe njerë, se këto e ka shtyp shoqat Bashkia Islame Ehli Bejt para luftës, në Prizren kjo ka qenë. Burri jam këtu ka qenë kryetari i asaj, që është libër i mirë. Faleminderit që ishe, Ibn Taymije, bashkimi na ka zënë gjumë. S'ka derë që edhe unë e fola. Falë që ose të kam bezdis do i gjë Jo, shumë faleminderit, mësova shumë se. Iqbal Alia ka qenë imam apo pejgamber, Zoti na ruaj. Vetëm ka qenë evlia, imam, prijesi besimtarve, kanë qenë pejgamber, u kanë mbyll me imam, me profetin Muhammed. Ollë të tova, tërkoje edhe njëherë ato ftesën. Se që më parë më dul nga mendja kjo për këtë çështjen e imanit. Do thënë si fjali iman apo si orientim iman, që këtë e kam studiu shumë si fjali dhe këtu është një thelb shumë i rëndësishëm në islam që ne të kuptojmë se çfarë do të thotë iman. Kjo është shumë e rëndësishme në islam kjo gjë. Kjo domethënë mu ka marrë kohë, më thënë drejtën, dikon 12 ditë, derisa ka marrë deri një përfundim, deri në konkluzion, se qa mund të jetë iman duke u bazu në gjithë strukturën e Kuranit, 6236 ajete sa. Duke pa mos e llogaritur më shëru si më shërbër si vetëm. Po, bismillah. Kështu tekst. Po. Dhe kam dalë me një konkluzion që po, imani është diçka e cili kryen disa obligime në fe, por që gjëja më rëndësishme është që ne të kuptojmë që imani nuk posedon diçka të hynishëm, qoftë autorizim apo diçka, domethënë imani është zbatues praktik. Islami i cili për shembull mund kry rituale, faljen e namazit, faljen e Kurban Bajramit, qoftë dhe namazet ditore, mund na ligjeroj ndonjë gjë, mund na spjegoj rreth islamit, por që këtu nuk e përfshin ndonjë gjë e cila ai mund të ketë qasje apo autoritet në çështje hyjnore, sa i përket adhurimeve. Jo, se Kurani u ka përmbyll, tash me profetin Muhammed u ka përmbyll, që imamët nuk e kanë pas atë mesazherin Gjebrailin. Ti mire pas ke studiu. Pas ke boj ibadet 12 ditë. Ibadet është adhurim, që për shembull me shku me marë që të gotën ujë, ka bajage punë me mushe, me la, me qitë. A kështu, veç e merë që të Kuranin edhe ikre. Ka qene këta, pak këta tarikatit, e kanë qef ma shumë zikrin se namazin. Edhe ishte një ditë profeti Muhammed, paqja Zotit, shkoj t'i hynin xhami. Edhe Imam Alia ishte me jado njerëz e kanë bo si rotull, si rreth qështu, edhe folshin, me bëjshin dialoge retroaktive, folshin, bëjshin muhabet, jo ligjerat. Ligjerat njani veç fol, tjerët ndëgjojnë. Me zveti, edhe një tjetër kush i shkon duke u fal ati. Edhe Imam Alia tha, ta këshyri mu tha, ku po vjen profeti? Apo vjen tha te na, apo shkon me fal namaz. Dhe kur hini profeti Muhammed, e tak, ullë të këta që po folin, jo atje me shku me bo namaz. Që do me thënë, ke bo ibadet, studimi është ibadet. Alina, faleminderit zemën për fjalët e mira. E që shtu është interesant. Diçka dashna me thënë, për shembull, te Ehli Sunneti e kanë bazat e imanit, masi e tha për imanin, në shahadeti
namazi, haxhi, agjërimi edhe zekati. Mirë po të shijat për shembull, që kom studiu, të muslimanët shijat e ehlibetit, aty kanë 3 komponentat të themelet e islamit, usuluddin. Komponenta 3 gjëra, 5 gjëra që e krijojnë themelet e islamit. 3 janë vetëm që të numërojnë ty a kife as kife, a 5 janë që ty të bajnë me qenë pasuesi e ehlibetit. 3 janë tevhid, mead, nubuvet. Do më thënë, besimin në nishmërinë e Zotit, besimin në botën tjetër dhe besimin në profetet. Pra, edhe një krishter, i cili beson në Zotin, beson në botën tjetër dhe beson në profetet, këtu përfshihet edhe profeti Muhammed, atëherë ato mundesh mi thonë që janë një fe, po mundet me qenë edhe fe e gabuar, sidomos të krishterët që e kanë bë djalë i Zotit. Por me kaq nuk nalet ehlibeti. Ehlibeti thot, për me pas fe, duhet që to me pas, pra fe, udhëzim, për me qenë udhëzim, duhet me besu në njohurinë e Zotit, botën tjetër dhe profetit. Por, mandej e shton, aty thot, duhet me besu në imamatin dhe në adaletin. Adalet, adl, është emri, atributi shumë i madh i Zotit. 5 pra. Nëse këto 5 mungon njëna pa tjetrën, hiç ta nuk bajnë. Sepse drejtësia e Zotit është shumë e rëndësi. Udhëheqësia, prisia, edhe Jezidi në Kerbela ka pas thënë, i thot Imam Husejnit, unë jam që jap emër, e ti Allah ve ti Rasul be ulilem në mikum, bindjuni Allahut, bindjuni profetit edhe bindjuni atyre që ju japin urdhra, emër. Edhe Jezidi thot, unë jam ai që jap emër. Kështu që drejtësia e Zotit është shumë e rëndësi, lidhet me besimin në Zot. Pra tevhid, mead, nubuvet, imamat. Pasi po e përmend për të disa të herë Muavijen, unë me thënë drejtën që këtë personazh kam një uri shumë në islam, por për këtë personazh pikërisht nuk e njoh. Ma mirë, që s'pe njohë, ma mirë. Nuk e di se qa mund të kenë këto mëzvete, por për shembull, ja vlen cekët një gjë shumë e rëndësishme, nëse më lejohet. Për shembull, çado që ka pasur Muavija me dikën tjetër, qoftë individ, qoftë grup individesh, për shembull, ne mund të flasim, se ne nuk na ndalon askush. Unë tash për dëshirën time mund bëhem krishter, sepse nuk më ndalon Zoti, apo. E kam lirë sjell çat do lloj besimi që duam. Mande edhe brenda besimit e kit lirë, a mi besu djali i Zotit a jo. Edhe aty e kit të lirë. Qysh, po mendoj një krishter. Po feja është e Zotit. Feja është një ajet kuranosh, s'po mundëm me gjetë. Kalu kalim si thot aty feja është e imja. Na fene kemi nda. E kemi nda në krishtere, etapa e robakve, krishti, kryqëzimi, edhe anenat e Musa, Jehuda, Jahudit, a në realitet, po na bjerë gjumin bashkimin, mira unë se lash me folë. Në realitet, feja është paqe, emrin as islam se ka, për mendimin tem. As une emrin muslimane se kam, që jam shqiptare, une jam e nënshtruar Zotit. As islam ne kanë lënë në arabisht, ju desh me përkthy në shqip, sepse edhe Musa atër thot, une jam musliman, edhe Ibrahimi thot, ene minel muslimin, edhe Isa thot, une jam musliman, ka u bonën ata musliman para Muhamedit, s'ka shanse. Po përkthimet i kanë bo me fanatizëm, në vend se me përfshi krejt botën, edhe krishtet, edhe krejt, me thonë, jo, une jam e nështruar Zotit. Ose
feja ime quhet paqe, peace. Edhe kështu e kishim kap krejt botën. Nuk kishim bën ndarje, krishter, islam, musliman. Por kishim qenë vetëm të nënshtruar Zotit. Edhe krishteri që është i nënshtruar Zotit është musliman. Po vetëm Zotit. Ato gabimet që i kanë në besim është okej. Prandaj, kur e kam marrë këto leximet e Kuranit, el islamu, feja e pranuar të Zotit është vetëm islami. Pse s'pek përkthen shqip, ose peace anglisht, ose Musa pas ka qenë musliman. Çfarë muslimani? Isa pas ka qenë musliman. Jo mëre vlla. Ka qenë muslim, është nënshtruar Zotit. E thënë, motër, po, ata kanë qenë musliman. Sepse thot Kurani, thot, ne kur dërguam, thot profet, dhe i përmend me emra, Musain, Isain, birin e Merejmës e gjithë, thot ato erdhen me një thirrje. Më thënë me monopritë. Dhe më thënë ato nuk kishin doj ndryshim ke shpallja edhe ke thirrja. Ato mund kishin disa raste, për shembull mund të qojmë individualisht apo grupi individësh që i veçonin disa raste, dallonin në thirrje, komunikime. Për shembull dallonin popullata, fise, disa bënin mëkate më të rënda, disa më kështu, disa ishin më jo bindës, disa ishin bindës, mohues, e kanë mohu. Por thjesht domethënë këtu thirrja nuk dallonte. Domethënë gjithë profetët e Allahut nga Ademi a.s. deri tek Muhamedi a.s. kanë qenë në një thirrje të vetëm, në një besim Zot. Monoteizëm, kështu që kjo na let në kuptojmë që ato vërtet kanë qenë musliman. Kanë qenë musliman, po kanë qenë musliman do me thonë të nënshtruar. Pse nuk e përdorim në gjuhën shqipe? Pse kemi nda edhe Isa dhe Ibrahimi ka qenë musliman? Thot ene minel muslimin, po jo muslimani i profetit Muhammed, i kohës profetit. Zdia jam e qartë. Pse e kemi përkthy na në gjuhën shqipe, kur thot aty, ene minel muslimin, unë jam prej të nënshtruarve, i thot babës vetë, i thot Azerit që e pati, baba Ibrahimit. Mande kur i thot në Bibël, i thot, o Abraham, ka për fort për dore këtë Ismail aty në Bibël shkruan, se kom studiu pak, edhe thot se prej këti, ka me shpërnda, ka me ba një kombë të madh. E që ka thot profeti, thot, unë e mburëm kove të fundit do të mburëm me numrin e besimtarve, muslimanve. Që do më thënë, prej Ismaili, ku pas ka qenë muslimani profetit Muhammed, jo s'ka qenë, po ka qenë i nënshtruar. E përkthimet për mu janë gabim. S'ka musliman islam, pe kufizon t'i fejnë Allahit. Allah i pëthot feja është e imja, o njerës, udhëzimi është i imi. Nuk është as i muslimanve, as i krishterve, as i jebrejve. Po, feja është e imja. Fe, din, do me thonë, është udhëzim. Dita udhëzimit. Që se merë ma me terminologji, me studiu, që ka do me thonë, religion, fe, din, në gjuhën arabe, që kjo del. Udhëzim, po jo udhëzimi njerëzve, i muslimanve, udhëzimi i krishterve, udhëzimi i jevrejve. Jo, udhëzimi i Allahut. Feja Allahut është paqe. Kush dëshiron paqe në shtëpi, në shoqëri, në botë, ata janë me paqe, me islam. Ata janë musliman të nështruar në Shqip. E ke fjallën ti më ndonë që më thënë termi musliman, ose fjalia musliman, nuk përdorët në Kur'an, apo jo? Jo, përdorët komplet në Kur'an arabisht, po
në Shqip nuk është desht më përdor, sepse kemi kufizu islamin. Sepse Kurani s'ka ardhë për mendimin tem. Inshallah si jam gabim, po edhe mu ka në gabim pres kritikat. Për mendimin tem, islami nuk ka ardhë o njerëz vetëm për neve muslimat. Edhe me majt aty në rafte e pluni mas mira. Jo, islami ka ardhë për këtë botën, për këtë mirë po, këtë pranojnë vetëm ata që janë të nënshtruar. Edhe i krishteri mundet me pas besimin e gabuar, po jo çdo njeri krishter beson që Isa është djali i Zotit. Te jevrejt as mishin e derrit nuk e ajnë, as alkoholin nuk e pinë e tjera. Ata janë musliman, të nështruar Zotit, po jo të gjithë, sepse e kanë deviju Torën, Zebratin, Xheburin, Injilin, gjitha këto. Por prap, jo në ehli kitab. Ti ke problemin me përkthimin. Përkthim. Mendoja që ti thua që nuk përmendet në Kur'an Islami dhe muslimani. Jo, përmenden, po në përkthim e kam. Po nëse merr arabi, anglezi e bën thot, sot e kom zgjedh fen për juve, e kom përsos fen dhe e kom zgjedh fe për juve, fen peace. Jo islam. Po anglisht i thënë peace, PAC. Wow. Peace. Çfarë koka kjo? Fe, cila fe, çka o feja? Udhëzimi për juve është vetëm paqe me pas. Ta kishin marrë që ta si udhëzim, si paqe, edhe jahudia kur s'kish bo luft. Por na jo, na i kemi seleksionu, e kemi nda vetën na si njerës, shtu në botë, e kemi da dhe jemi bot dushman njëni tjetrit. Prandaj, vetëm si term, unë e thëmë feja jeme është feja e paqes, s'paku këta e tha. Adi, kur jo me njerëzit e krishterë. Po thash, edhe ti je për paqe, po. Prandaj e pas kemi fejnë e njëjtë. Po qysh? Po e kemi të njëjtë, po normal kemi disa dallime, sepse etapa e Musës a.s. edhe ajo ka qenë feje paqes. Po ka qenë një territor tjetër, njerëz tjerë, kohrat e tjera, e tjera. E faleminderit miq të nderuar që ishin, faleminderit se për ne jo faleminderit se për ne jo. Jam të Facebooku tjetër. Begi, çfarë do me thonë nëse shoqja të ka xhelozi? Nëse shoqja të ka xhelozi, do me thonë ti ki dishka martë mirë se ajo, e ajo tash mundet mu ba me ty, ose mike, ose armike. Në që se vjen të ti, edhe për shambull ti kalon mirë me burin, edhe ajo xhelozon, dhe nëse vjen të ti, ajo e sheh qësh po kalon, qësh po sillesh, edhe të pyet ty, të thot, qësh bre ti po kalon mirë me burin tënd, edhe ajo të tregon qështu, do me thëmë fillon ato të mirat e asaj shoqës që be xhelozon, që ti si ke, fillon mu bo mike me ta. Por nëse ti vetëm e xhelozon atë shoqën tënde, pse ajo mirë po kalon me burrin e vet, atëherë nëse veç e xhelozon, edhe nuk fol me ta, atëherë ti bosh armike me ta. E njerëzit xheloz nuk i bën problem tjetrit, dëm, nuk i bëjnë tjetrit, po ata i bëjnë dëm vetes. Okej, faleminderit që ishe imnit e mia shkoj, okej, vllai nderuar, ndoshta e ka qitë rjeti, shumë ishte një bisedë konstruktive, Allah i nderoft, Allahu ja ndriçoft mendjen, e qoftë në shërbim të njerëzimit për hatër të Allahut. Grofiti kokëshe që jerë, kokëshe. Ti qenke zhu jerë, kokëshe që. Qa me bo me vlavjem. Okej, faleminderit shumë, ora 2. Natën e mirë të gjithve, ju dua shumë të gjithve, juve vëllezër e motra nga TikToku i ri edhe vjetër, se s'munda me ju lanë pa kur jeni pak ma shumë,
hajde masi po ka edhe prej Amerikës edhe prej vendeve tjera, edhe ka njerëzit që nesër s'kanë punë, kështu që e bënëm një muhabet të bukur konstruktiv, bashkimi në ka zënë gjumë, jo mjera unë, në më kënaqët sot e faleminderit, ishte me të vërtet Adam, ishte një bisede mirë me njerëzit e mirë, se kur po ka kështu grindje për namje, hajde inshallah i bëjmë një lutje na qetësohet situata në Shkup, edhe në Tiranë, Allah i Gjeleshanu, inshallah e zgjedh më të mirën për popullin tonë shqiptar që të jetojmë me dignitet, me vlera morale, etike, morale, tradicionale, kombëtare, mos ta harrojmë popullin tonë, të mirat e popullit, vujtjet, sakrificat që i ka bë ky popull, o Allah, mos lejo që tjetër kush me na përkëmb vendlindjen tonë, mëmën tonë Shqipëri, sepse pa Kosovë s'ka Shqipëri, pa Shqipëri s'ka Kosovë. Inshallah Allahu Gjeleshanu na ndihmon që me kriju dignitet me qenë shembull në botë. Assalamu alaikum, natën e mirë, Allahu ju nderoft. Edhe juve gjithashtu, assalamu alaikum.